Themeli i fesë islame është dorëzimi ndaj Allahut të lartësuar, se dhe vetë fjala islam do të thotë dorëzim, nënshtrim ndaj Allahut të lartësuar. Allahu ka thënë wa anibu ila rabbikum wa aslimu leh. Thot kthehuni me bindje dhe pendim tek Zoti juaj dhe nënshtrohuni atij, dorëzojuni atij. Dhe realiteti i dorëzimit, i nënshtrimit është madhrimi i teksteve të Kuranit dhe haditheve të Muhamedit a.s. Prandaj Allahu thot në Kur'an wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush madhron dispozitat, simbolet e Allahut të lartësuar, kjo vjen nga devocioni i zemrave. Ajeti tjetër thot wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. Kush madhron të shenjtat, dispozitat e Allahut të lartësuar, kjo është më e mirë për të tek Zoti i tij. Dhe madhërimi i teksteve të Kuranit dhe të Sunetit do të thotë që të zbatohen urdhrat që ka dhënë Allahu, të heqim dorë nga gjërat që i ka ndaluar Allahu i lartësuar. Qëndrimi jon karshi urdhrave duhet të jetë zbatimi i tyre. Qëndrimi jon karshi gjërave që ka ndaluar Allahu i lartësuar duhet të jetë largimi për gjërave që ka ndaluar Allahu i lartësuar. Dhe kjo është rruga e fitores, kjo është rruga e shpëtimit, s'ka rrugë tjetër. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Besimtarët kur ftohen për tek Allahu dhe i dërguari i tij për të gjykuar për ta, thonë dëgjuam dhe respektuam. Këta janë shpëtimtarët. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqhi fa ulaika humul mufaizun. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, i friksohet Allahut dhe i ruhet zemrimit e dënimit të tij, këta janë njerëzit e fituar, këta janë njerëzit e shpëtuar.